jo gjykatë, jo vendin ku e kanë, po meritojnë tjera atje ku i qonë ligji. Këto pra. Atëherë, zoti Berisha, që pas arrestimit të Maduros nga forca speciale amerikane ka një entuziazëm në mesin e demokratëve, se ndoshta këto forca speciale mund vinë edhe në Shqipëri dhe të marrin Edi Ramën. Ne dim që kjo nuk mund të ndodhë. Cila është strategjia e Sali Berishës për ta mundur Edi Ramën me votë? Se vetmja mundësi për të larguar është vota. Ashtu? Këte thonë ata të cilët bëjnë avokatin e vjedhjes votës e farsës elektorale. Po bëj avokatin. Jo, tani ju lutem, ja pra. Jo, edhe në pyetje, tani shiko. Tani fali minute. Edhe në pyetje kur bën pyetjen ti i mendon fjalë. Në qoftë se flet për votë, Edi Rama zhvillon farsë elektorale një lloj si Maduro. Pra, një nga shkaqet që Maduro u denua dhe, arrestua ishte edhe fakti se ai nuk zhvillon zgjedhje. Edi Rama zgjedhje nuk zhvillon farsë elektorale. Dhe unë, dhe dua ta besoj. Cila është strategjia? Jo ta besoj, më fal një minutë. Cila është strategjia juaj? Prit, po. Ta them unë po. Prit, jo ta besoj. Këto janë fjalë, këto në qoftë se Këshilli i Europës, institucioni i themeluar mbi parimin e zgjedhjeve të lira, gardiani i saj, thotë që në Shqipëri duhet të ndahet partia nga shteti, thotë që Shqipëria zhvilloi farsë elektorale. Ktu është problemi. Ndaj dhe Berisha ka deklaruar në mënyrën më të përsëritur, me Edi Ramën zgjedhje nuk ka. Kështu që është populli shqiptar, është opozita shqiptare e cila do të jap Edi Ramës ndëshkimin e meritur. Shqiptar do shkojnë me të gjitha mënyrat absolutisht që duhet të trajtohen armiqtë e lirisë dhe të votës shqiptarëve. Nuk presim ne, natyrisht, unë kam përshletur arrestimin e Maduros dhe ndëshkimin e tij si një fitore për njerëzit e lirë në Shqipëri dhe në botë. Por unë nuk kam deklaruar ndonjëherë se forca Delta do të vinë të arrestojnë. Po, kam deklaruar dhe deklaroj se në aferën me Gonigal, Edi Rama është po aq kriminal sa me Gonigali. Këtë e kam deklaruar dhe deklaroj, dhe kjo është e vërteta. Këto mund të them. Tjerat pastaj ka siç u përmbysën diktaturat në Bangladesh, në Nepal, në Sri Lanka, do përmbyset dhe narkodiktatura, por tani një diktator më pak është më lehtë. Është lehtësim për ne. Lehtësim. Ai bashkë me Ballukun, bashkë me lindat e tij, se i ka dhe 2 lindat mbrapa, që i adhuron, të cilat janë të implikura gjerë në vesh në akshin e tij. Harrova t'u them. Harrova. Aty ishte edhe Gysi me Irena Gjokën. Irena Gjoka ka qenë këshilltarja e Gysit. Ekziston në ato filmimet dhe në ato regjistrat, Irena Gjoka këshilltarja ka qenë një nga këshilltarët. Çfarë vitesh? Kur? Çfarë vitesh këshilltare? Kur ta shoh datën, ja u them, po tani s'fundi besoj, gjatë këtyre 2 viteve të fundit. Keni parë video? Zoti Berisha. Jo videon, po regjistrin. Zoti Berisha, ju vazhdoni të hidhni akuzën ndaj zotit Dumani, por ju e dini tashmë që nga shqiptarët dinë që